Komisioni Qendror I Zgjedhjeve dhe SPAK po bashkëpunojnë për të ndjekur penalisht çdo rast të krimeve zgjedhore. 5 ditë përpara zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, kreu I KQZ-s Ilirian Celibashi ka bërë publike disa nga shifrat dhe masat e ndërmarra në këtë drejtim. Struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar pra nga SPAK janë 115 materiale kallëzuese, këto nga subjektet zgjedhore, referime nga policia e shtetit, të iniciuara kryesisht nga vetë SPAK, denoncime në platformën online, si dhe denoncime nga qytetarët. Nga subjektet politike, subjektet zgjedhore janë 25 materiale kallëzuese në konsiderim, 35 nga platforma online. Dhe në total janë të regjistruara 35 procedime penale nga SPAK. Nga këto 35 procedime penale, 8 janë të regjistruara kryesisht nga vetë SPAK. Për sa I përket të dhënave të marra nga prokuroria e përgjithshme, janë 32 kallëzime për vepra penale në fushën e zgjedhjeve, në prokuroritë të ndryshme, 3 në prokuroritë e Tiranës, 4 në prokurorinë e Elbasanit, 3 në prokurorinë e Sarandës, 2 në prokurorinë e Durrësit, 3 në prokurorinë e Kukësit, 2 në prokurorinë e Gjirokastrës, 5 në prokurorinë e Fierit, 1 në prokurorinë e Korçës, 5 në prokurorinë e Dibrës, 2 në prokurorinë e Vlorës dhe 2 në prokurorinë e Shkodrës. Krahas problematikave brenda vendit, Celibashi vuri në dukje se janë shfaqur vështirësi edhe në procesin e votimit nga jashtë vendit. Sipas tij, pavarësisht përpjekjeve të institucioneve, mijëra zgjedhës në diasporë nuk kanë marrë ende vletën e votimit. Prej tyre, dhe më vjen mirë që të pyete se ka nevojë për një sqarim këtu. Janë zarfe të cilët nuk janë shpërndarë akoma. Domethënë, DL nuk ka mundur t'i shpërndajë akoma. Domethënë, o janë në zyrat e tyre, o janë në proces, janë në zyrat e DL-s. Prej tyre 11.000 janë për shkak të problematikave të lidhura me adresën, pra pasaktësi në adresë, pasaktësi në emailin e kontaktit dhe pasaktësi në numrin e telefonit. Pra, shërbimi I DL-s ka 11.000 votues nuk ka mundur t'i gjej, nuk ka mundur t'i kontaktoj. Dhe do të thotë që këto 11.000 zarfa janë në zyrat e tyre. Për këta 11.000 të cilët ne e kemi pak a shumë. KQZ-ja ka shtuar thirrje që votuesit të ndjekin me kujdes udhëzimet për kthimin e fletës së votimit dhe të shmangin afatin e fundit për postimin e saj. Në zgjedhjet e 11 majit, për herë të parë, diaspora shqiptare do të ketë mundësi të votojë me postë, por duket se realizimi praktik I këtij procesi ka hasur sfida të rëndësishme logjistike.